Hey guys, përshëndetje, si jeni? Po nis të bëj një vlog, por para se të filloj, do t'ju them mirë se erdhët, bëni një koment, një like, një subscribe, abonohuni për shikuar videot e seleksionuar për vetëm të abonuarit, dhe më pas kam për t'u treguar një sherre me blerje me rrethka që kam bërë këtë kohë të fundit, sepse kam qenë gjithmonë ikur, kurse sot sapo kam publikuar vlogun e fundit e të qenurit në det, pushimet po mbarojnë, pothuajse mbaruan. Kam veshur edhe këtë kostumin portokalli, që është me të shkurtra. Kështu. Kemi marrë goxha ngjyrë, jemi mirë. Bashkëtorri fillon palestra, fillon puna. Kam për të marrë pak tani me thonjët, që më janë për t'i bërë, me flokët, por avash. Por para se të filloj t'ju tregoj të gjitha gjërat që kam bler, fillimisht do ndroj pak Arlin, ta vesh me këto rrobat e pijamave të gjumit lehta, pasi këtej koha ka freskuar goxhana darka, plus ne kemi kondicioner e ndezur, e lava dhe ka djersitur, që kështu po e ndroj dhe po vi shpejt e shpejt që t'ju tregoj të gjitha gjërat që kam bler. Edhe më kishin munguar këto vlogjet që siç ju kam thënë me të folur, me të treguar gjëra, pasi jam marrë vetëm me xhiro, me fragmente ku kemi qenë edhe kështu me radhë. Do kemi plot vlogje, plot gjëra të bukura, më pëlqen që t'i ndaj me ju, jam shumë e kënaqur, kam pas shumë dhurata, shumë blerje, sa që kam harruar tani edhe të di se çfarë, se jam full. Gjithë ato që do kujtohem që më kanë dhuruar dhe që kam bler, do t'ja tregoj, shpresoj që mos harroj asgjë, por gjithsesi erdha për pak. U riktheva. Jam këtu me një kënd tjetër, duke qenë se nuk dua që të më kapet Arli ndërkohë që fle. Shpresoj që mos duket as në ato syra. Edhe po, fillojmë t'ju tregojmë blerjet. Si fillim do t'ju tregoj këto lapsat e buzëve që më keni kërkuar edhe tek vlogu parë, që këto quhen Olibola, dhe unë kam marrë numrin 01 dhe 04, por nuk duken shumë, se janë të shkruar me një lloj mënyre shumë transparente, por gjithsesi kush është interesuar, le të më shkruajnë, siç më keni shkruar edhe tek vlogu radhës, quhen Olibola, unë kam marrë 01 dhe 04, se bëjnë shumë mirë efekt lip combo të bukur së bashku. Okej? Këto të dyja kanë shumë durat, durojnë shumë në buzë dhe ngjajnë shumë bukur. Okej? Pastaj vazhdojmë me, të vendosim këtu se do harroj, pastaj me nejse. Vazhdojmë pastaj me këtë kostumin për plazh, pasi jemi nxjerr mjaftueshëm, dhe nëse do ikim këto ditët në vazhdim, edhe në fillimin e shtatorit, kam vendosur që të marr këtë modin e gjatë, e intero, sepse mendoj se është më i rehatshëm dhe më i përshtatshëm për nga shtatori e tutje. Kështu, është shumë i bukur. Këtu përpara ka këto gurat, kështu, edhe mendoj se është shumë bukur. Këtë mora 16 euro. Pastaj goca, gjatë këtyre ditëve kam marrë këtë pantallon fund, që është shumë i bukur, do ta keni parë te vlogu parë, por po ja tregoj edhe më mirë, janë shumë të komode, të rehatshme, kur jam me fëmijët për dukur bukur edhe njëkohësisht komode. Këto i kam marrë tek Lidl, është masa M, janë shumë bukura, e kam veshur diku tek vetëm një herë dy herë. Pastaj kam bler këtë fundin, që është shumë i bukur, shumë tepër, është si tip cargo, kështu sportiv, ka këtë ngjyrën e ullirit, edhe nuk e kam vesh asnjëherë, është shumë i bukur, ka edhe xhepa mrapa, edhe këtë e kam marrë te Lidl me ofertë. Kurse këtë këtu ma ka bler Migena kur ishte te shtëpia ime, që dolëm ikëm te Kinezi. Edhe është kjo ngjyra që më pëlqen jashtëmase shumë, për lëkurat e bronzuara shkon shumë, me gëmisht bardhë, zezë, verdh, mendoj se gjitha ngjyrat ja binohen,
Normalisht që duhen hekurosur, janë larë, por nuk i kam hekuros. Se desha me jau tregu gjithve juve këtu edhe pastaj me pas të hekuros të sistemoj. Dhe vash do të bëjmë sërish dollapin, të heqim këto, të bëjmë ato tjerat. Këte kam lërë diku tek 10 euro te Kinezi. Por nuk është ajo copa sintetike, por është gocë shumë e plot. Është një copë shumë e plot dhe më pëlqen shumë. Pse më marrë nga fryma se të marrësh, për vëdhe. Pastaj është edhe këtu. Këtu më ka dhuruar Fabi, shoqja Kamiles. E këshin dhuruar dhe thjesht nuk i mbante dhe më i dhurovi mua. Dhe është shumë e bukur për përdita, për punë, ose edhe për të dalë gjiro në park me fëmijët, ku di, është shumë mirë. Nuk i di çmimin se siç u thash, ma kanë dhuruar. Pastaj është nga Terra Nova Masasa, është shumë e bukur, më pëlqen shumë, ky Viber i kështu. Ka këto krahët kështu, kjo dekolteja këtu e theksuar dhe kjo lisja, është me frudlla në fund, edhe ta tregon trupin shumë yll. Tani nuk do t'i provoj, nuk e di nëse në vazhdim do gjej një moment ku mund i provoj, por që tani mos ma kërkoni sepse pas kësaj video që po xhiroj, do shkoj të merrem me kuzhinën. Pastaj është kjo ngjyra tjetër. Vjen kështu, me gjithë kurizin për jashtë të hapur dhe që bëhet kjo fjongoja mbrapa. Është shumë e bukur, një copë fantastike. Unë e kam provuar, kam veshur dhe ta bënte trupin yll. Burritimi pëlqevi shumë, por tha vetëm kur dalësh me mua. Thash, yes. Okej. Pastaj kjo është një fustan pantallon, domethënë lidhet këtu tek qafa me këtë formë kështu që është shumë e bukur, lidhet te qafa. Kurizi është jashtë, është kjo prerja kështu shumë e ëmbël, mbrapa me elastik. Edhe janë këto dy palat ku pjesa poshtë pasaj siç u thash është pantallon. Edhe këto më ka dhënë Fabi, Fabiola, që tek ai i pari, që tek ky, këtë, edhe këtë, edhe këtë, mi ka dhuruar Fabiola, sepse ja kanë dhuruar siç u thash. Pastaj vazhdojmë, më ka dhuruar prapë Fabiola, dhurat për ditëlindjen, janë 2-3 nga këto janë dhurat për ditëlindjen. Që është kjo këtu, kjo është shumë e bukur goca, kur them shumë, është kështu, okej, në këtë mënyrë, dhe është i gjithë kurizi kështu, me këto lidhset, dhe është fund pantallon, edhe ky, shikoni, është pantallon shkurtër, dhe lidhet me këto lidhset të mbrapa, por është kaq i bukur, që vinë me këto palat, që e kam provuar dhe më rrit shumë yll. Pastaj, këtë duhet ta keni parë se kam hedhur tek vlogu, është kaq i bukur, më pëlqen shumë. Ngjan vërtet si një karamele, si një bonbon, si një limon, nuk e di, është shumë e bukur. Shumë. Okej, këto ishin blerjet. Për sa më vjen ndërmend tani. Kurse nusja vllajt më blevi lip combo nga Douglas. Lip combo këtu, që është edhe laps, edhe tani që më tregoj. Se di që keni qef. Është kjo ngjyra këtu, me këtë ngjyrën këtu. Të dyja bashk, i kam dhënë tek ditëlindja ime, këto, jam lyer me këto dhe më pëlqejnë, edhe mbajnë shumë gjatë, edhe kushtojnë 100 lekë, por që nusja vllajt për mua normal që do të shpenzoj se një natë dhe më ka si shpirt. Kështu. Bashkë me këtë më kishte marrë edhe këtë, që është me këto ngjyrat që unë super dashuroj, domethënë janë ngjyrat fiks ato që përdor unë. Është, nuk e di, dashuri. Edhe pastaj këtu brenda ishte dhurata që më bëri Rezi, Griselda dhe Milena, që është kjo varsja këtu,
me zemër dhe shkruajtur A me l'infinito nga Stroili, që i falenderoj shumë gocat, shumë faleminderit. Kurse vetes time i kam bërë dhurat këtu. Edhe Amarildo më ka bërë dhurat këtu, ku lexon, ku shkruhet negli abbracci sono nascoste le parole più belle del mondo. Këtu. Pastaj tjetër, i kam bler vetes time edhe këtu. I kam bler vetes time edhe këtu urnazën këtu që ju tregova. Gjithashtu edhe këto vëthët këtu më pëlqejnë shumë. Kurse këtu është një dhuratë tjetër e bërë nga Migena me perla. Më ka dhuruar bërzulykun edhe varsen me këtë designer këtu. Është shumë i bukur. Varsja edhe bërzulykun. Edhe i kam vendosur te kartoni i Stroili që më blevën bërzulykun për ditëlindje, gocat. Gjithashtu kam marrë Arushin për ditëlindje dhurat nga Amarildo. Pastaj kam marrë dhurat këtu parfumin Harab. Unë këtë ja bleva Lesjes ku shkova lart herën e dytë edhe më pëlqevi fragranca, nuk e dija çfarë, sa kishin dalë këto parfumet Harab dhe thash burrit, po ke dëshirë më bli se më pëlqente. Por tani që e kam, them çe desha se mu kalo ajo dëshira e spasurit herës. Më mërziten shumë shpejt gjërat. Por që okej, prapë është dhurat. Trin aty. Këto ishin. Që kështu, më thoni pak, ju çfarë keni bërë, si ja keni kaluar, nëse keni pyetje, çfarë ju ka pëlqyer shumë nga vlogjet e mia, çfarë do donit akoma të shikonit, çfarë ju ka bërë përshtypje, çfarë t'u ka pëlqyer, a jam shëndoshur, a jo, si mendoni, më thoni të vërtetën, se unë jam e sinqert, një 2-3 kile sigur që i kam marrë, por me zi të pres që të vinë shtatori, edhe t'i futem prap palestrës, se me thënë drejtën kam ngrënë pa peris, kam shijuar beharin, kam marrë pak dhe mundet jem fryrë, por që puna e mirë duket, dhe pse unë nuk kam bajt fare peris, kam 2 muaj që janë fermo, puna e Anxhelës duket akoma, kam marrë shumë komplimente, më kanë thënë ma seriozisht, ti je mami me 2 fëmijë, seriozisht me këtë trup, nuk dukesh fare, por që po. Tani duket shenjat se kam pas 2 shtatzani, kemi barkun që është i rrullosur, kemi celulit gjithandej, këtej kështu, se dhe jemi djegur, por që këto janë bukrat e femrës dhe duhet i pranojmë kështu siç jemi dhe unë i pranoj më së miri dhe jam shumë e lumtur për trupin e dashuroj trupin tim, veten time, me defekte, pa defekte, kështu siç jam. Që kështu dashurojeni edhe ju, mund të përmirësohemi patjetër, por që dashurojeni veten tuaj shumë, edhe përmirësohuni, bëhuni versani më i mirë qoftë fizikisht, por mbi të gjitha shpirtërisht, mendërisht, edhe këto janë ato që ju them unë. Shifemi në vazhdim. Qoftë do blejmë gjëra tjera, do ju tregoj se ky vlog do jetë vetëm me blerje. Çfarë do blej? Tani do fillojnë edhe shkolla Amarilisit, normalisht që do t'i blej edhe asaj do ju tregoj. Normalisht që do blejmë disa gjëra për vete se fillon puna edhe ne duam, por që po, tani hajt. Të tregoj edhe çik të barkun tim muskoloz, se më pëlqen shumë, se i thon një vit punë këtu me këtë super bark që edhe jemi nxjerr çik tani. Okej. Diku këtu po ju them paçim, ju kam shumë zemër. Mos harroni gjithmonë të më suportoni, që të rritemi sa më shumë. Edhe shifemi në vazhdim. Ok? Bye bye. Ndërkohë, për jashta bëhet nami me diell. Po pres të zgjohet Arli, të marr Amarildo në telefon, se është duke rregulluar makinën e babit edhe thash të bëjmë një xhiro, të hajmë ndonjë akullore, që kështu. Më kujtuan diçka tjetër. Se çfarë ka bërë Migena për mua herën e fundit kur erdhi, se nuk e di nëse i kam treguar, por më duket se jo.
3 ose 4 palë shapka Hermes. Goca, shkoj t'ja trupoj me njëherë. O rikthema sërish. Kam dezu pak dritën aty se Sharli në gjumë. Do zjoj tani dhe një qik. Atyre, si fillim të tregoj këto këpucët kamosho, puro kamosho, që ishte bler për veten e vet, por që i rrin të ngushta dhe mi dhurovi mua dhe falenderoj jashtëmase shumë se janë kaq të bukura dhe janë shumë të kushtueshme, por i këtu që të zë pak atë dritën që duket më mirë. Mund t'ju tregoj edhe çmimin këtu, duke qenë se ajo nuk e ka hequr. Janë fringo të reja dhe mi dhurovi mua, domethënë, nuk i di. Nëse keni dhe ju shkëshet të tillë në jetë, mendoja se isha vetëm unë në këtë jetë që dhuroja gjëra, por që jo, duken kështu në këmbë. Janë shumë bukura. Patjetër që do t'i vesh, shpresoj shumë që t'i vesh në Firenze kur të vi tek ty. Pastaj kemi këto dashurit këtu. Sepse unë kam një fustan në këtë ngjyrë që shpresoj ta vesh si vjetë, se kam vesh fare. Këto janë shapkat Hermes. Dhe më ka bërë ngjyrën e tillë, se siç u thash kam një fustan. Okej. Edhe ngjyrë tjetër më ka bërë këtë ngjyrën tjetër këtu që është super dashuroj, këtë ngjyrë pastel që në behar janë super të bukura, i dashuroj, janë super të bukura. Dhe mi ka bërë kastile për numrin tim. Edhe pastaj kjo ngjyra tjetër që për si vjet ka qenë ngjyra ime preferuar. Kjo ngjyra e verdhë, ngjyrë limoni, ngjyrë pasteli, ka qenë ngjyra ime preferuar për këtë verë. Po thoj se kam shumë veshje të tilla. Ndërkohë që jam këtu që po ju flas, po ju tregoj, më erdhi ndërmend diçka tjetër për t'ju treguar, se s'ja kam treguar, se çfarë tjetër kam bler. Gjithashtu edhe këto këtu që më pëlqejnë shumë. Janë shumë cute. Edhe po. Ti vendosim si që ishin, kurse këtë palën këtu, nuk qenë se është një numër i madh, këtë palën këtu mendova t'ja dhuroj Gertës që më bën thonjt, se Gerta e ka numrin kaq dhe pse jo, me shumë dashuri janë gjitha made in Italy. Edhe thash pse jo, do i bëhej shumë qefi që kështu mendova dhe kështu do ndodhi. Këto janë të reja, mendoj se për këtë vit kam veshur ato të tjera që më ka bler Migjena dhe për këtë vit nuk do t'i vesh këto, do vesh në vitin tjetër. Prisni tani të nxjerr gjëra që dhe 2 gjërat e tjera që dua t'i tregoj. Atëherë, kjo çanta këtu është shumë e rëndësishme për mua, pse do thoni ju, se tani do t'ja u tregoj. Nëse e mbani mend për ditëlindje, fustanin tim që është këtu. Dhe këtë fustanin këtu ma ka bler Amarildo njerëz, se ka zgjedh Amarildo, ishte dëshira Amarildos, donte që të visha këtë. Është era parë në gjithë martesën tonë që ai zgjedh një fustan që unë ta vesh për ditëlindje dhe kjo gjë më ka bërë të ndihem shumë të lumtur. Nuk mendoja se do më shkonte ky model, por që vërtet më shkonte shumë dhe mendoj që po do kemi ndonjë dasëm, po do kemi ndonjë fejes, ndonjë event ku mund ta vesh që t'jeti përshtatshëm, do ta vesh sepse jam shumë e lumtur që e kam zgjedh burri im për mua ditën e ditëlindjes time. Që kështu, po, pas ka marrë që një 2 gjethe, se normal cepim prek në tokë, edhe po, është gjithë seta me picë, gjithandej, dhe jam shumë e lumtur që e kam edhe që e ka zgjedh im shoq për mua. Vazhdojmë. Unë ju thash te vlogu parë që do dilja në pazar, në Mercato, dhe nëse do gjeja diçka do ta merrja dhe po, gjeta këtë bluzën. Këtë ngjyrën e limonit, më pëlqevi shumë materiali, gjitha, dhe mbi gjitha më pëlqevi shumë pica që ka këtu në fund. Shikoni? Është shumë e bukur, shumë. Edhe po të dua që ta vesh këtë fustanin që ju tregova, mund ta vesh si për këtë dhe poshtë fustanin dhe abinohen shumë bukur. Dhe janë 2 blerje shumë të bukura dhe që ngjajnë njëra tjetrës dhe janë shumë delikate dhe janë shumë elegante. Gjëja tjetër që është shumë e bukur, që tani do t'i vë nëpër vende, se s'dua që t'i lë këtu, janë këto.
dashurit këto karamelet, kanë kartonin e vetë, që unë do t'i vendos tani indirekt e kartoni, se janë shumë të bukura, shumë të rehatshme dhe i kam shijuar shumë, do t'i vesh, mendoj se do grisen nga të veshurit, taka është shumë minimaliste, heci shumë mirë, dhe po, tani do t'i vendos për vende dhe këto ishin blerë deri tani, që shumë shifemi në vazhdim. Mirëmëngjesi nga e Marta, si që pat jam zgjuar, kam bërë gati disa zhyra për pastruar, si që është banja, që kam bërë me ilaç, edhe po pres që të bëjnë efektin e vetë, që të shkoj ta laj pastaj. E kam bërë gjithandej me ilaç, si që shikoni, ka rënë shi tër natën, edhe kam hapur gjitha dyert dritare për të hajrosur shtëpia, kam desë edhe robotin, edhe thash të bëj ca pastrime me themel sot. Ju tregoj që rezultatin e shtëpisë, aty është akoma kova që të shkoj dhe në leckë edhe një herë, por përshplodhem pak se e vërtet u lodha. Sistemova, pastrova gjithçka. Okej. Atje unë. Dhe jo vetëm sallonin, por që akoma kam rrashjet vërdall, kam sistemuar dhe larg gjithë tualetin, është çdo gjë në rregull. Gjithashtu edhe dhomën e Amarilit, ciao Ami. E sistemova këtu kemi zonën lodra, e kam pre pak kartonin që t'ja rrinë Arli t'i marrin. Edhe, po, pastaj është edhe dhoma ime. E sistemova edhe dhomën time, kam lënë hapësirën për palestër, se si që thash është shtator të filloj. Edhe po. Është ora diku tek 7 po vete dhe me zi për pres që vina Marilda vjen diku nga ora 8. Të organizohemi të bëjmë ndonjë gjë sot ndark, sepse kemi të gjithën këtu brenda mbyllur me fëmijët, duke qenë se është shumë nxehtë dhe s'ke të çosh. Shpresoj shumë që sot ndark të dalim gjë nga deti, të nxjerrim fëmijët losin, të ndonjë gjë. Unë kam pastruar të ditën sot, kam dhe rroba, kam sistemuar, kam bërë shtim ditë. Do filloj edhe të gatuaj tani, duke qenë se kur vina Marilda dua që t'jetë gati, të hajmë edhe të dalim. Sot kam folur në telefon me Andrën, me zyshën time, që e dua kaq shumë, përveç se zysha është një person shumë i veçantë për mua dhe shumë pozitiv për mua, edhe e dashuroj shumë atë vajzë, shpresoj shumë që ajo të ketë mundësinë të organizohet dhe të vinë disa ditë të shtëpia ime, me gjithë vajzën e vet dhe burrin e vet, dhe të kalojnë bukur. Unë e mirëpres shumë, edhe po. Në shtator fillojmë fuqishëm edhe palestrën. Në datën 1 është data e martë, në tërthemi të punën, datën 1 palestër dhe gëxha palketa. Edhe po gjithashtu më është bërë edhe fikusi shumë i bukur, duhet ja tregoj. Shiheni, nuk e di, më është fut ky njudi i luleve natyrale, dua që të marr sa më shumë. Edhe ta mbush shpin plot me lule natyrale, kam shumë fiksim, një ndër lulet që më pëlqen jashtë më shumë është ajo luja atje poshtë, nëse shikoni dot që këtu. Por që shumë e madhe dhe shumë volum për brenda shtëpisë, do të lule të tjera. Edhe po, kështu, ti futemi kuzhinës, ftyra vit
mi marrë shumë diell, pushimet po mbarojnë, kështu po. Shtatori është plot me angazhime, vizita, kontrole të ardhit, mendime, step and step, të marrë në vetë. Si që thash, shtëpia zips. Tani ngrita pak edhe tendën, ka hyrë edhe dielli, televizori ndezur. I love it. I love it. Gjithashtu love it edhe dhomën time. E adhuroj. Sot kam bërë tas postime çfarë gjëra që kur të vinë momenti palestrës ti kem gjitha gjërat këtu dhe hapësira këtu. I love it. Kështu.